Ky emision sponsorizohet nga Petrol Company. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se takohemi këtu në televizionin të 7 në emisionin Evron 7. Me një mesazh që ka shku brenda kryeministrit shumë studentave, ndoshta rastisht, ndoshta qëllimshëm nuk e di, po një 2 ditë para balotazhit 100 euro. Shumica prej edhe opinionit publik, edhe partitë politike kanë konsideruar si një tendencë për blerje të votave. Ndërkohë javën që shkoi, deputeti Albin Kurti me disa deputet tjerë, cilët po rrin ulur në zyrat e qeverisë, kanë propozuar një buxhet në vlerë 4 miliard euro dhe kanë parapo edhe rritje të pagave. Në anën tjetër, po himi në sezonin e dimrit, ku energjia elektrike po shfrytëzohet maksimalisht, ndërkohë vetëm brenda 4 viteve të fundit, Kosova ka ble hiç më pak se 850 milion energji elektrike. Në 10 vitet e mëhershme ka ble dikun parafërsisht një 300 milion euro. Këto janë shifrat për cilat do të flasim sonte me të ftuarit e mi në studio. Zotin Visar Azemi nga Lidha Demokratike e Kosovës. Mirëmbrëma, se erdhe Visar. Mirëmbrëma, kraçi. Adem Çorolli. Adem, mirëmbrëma, se erdhe. Si u gjeta. Dhe profesori Engel Berzefaj. Mirëmbrëma, prof, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë si u gjeta. Visar, kim pas një javë ditë veç numra kim pa, kështu. Jo buxheti 4 miliard, jo rritje pensioneve. S'po di çfarë ka rrit ky kryeministri në detyrës e deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Qysh e ka palë DK-ja, këtë para fushat, për fushat elektorale që është në dielën dhe tani nashta edhe zgjedhjet e përgjithshme prap. Po nuk mundesh me pa ndryshe në fakt, përveç asaj që edhe kem paralajmëruese në ditët e fundit të ditëve para se më mbajt zgjedhjet lokale, ta kanë me dalë edhe me këto ndihmat sociale që po japin, edhe me studentët cilit i kishin paralajmëruar se do të marrin këto 100 euro, por në anën tjetër edhe me shifrat të buxhetit të cilat krenohen se ka një arritje të madhe, në realitet çka ka ndodhur është deficiti tregtar të ka rrit prej vitit në vit, importet janë rrit vazhdimisht, ndërsa eksporti ka mbet aty dikun ku ka qenë. Përgatitet për sezonin e dimrit që po kursena mos me qujt krizë energjetike, po s'kime pas qare pa i thonë. Kemi paraparsisht 1 megawatt deri para 2-3 ditëve që importojnë çdo ditë. Çmim ose kosto marramense të importit të energjisë elektrike vetëm në vitin 2025, po flas për më herët. Dhe kjo është një paralajmërim se çka kombinat gjehet tash në muajt e ditë e ftohta të dimrit, kur kërkesa për energji elektrike ka më u rrit, çmimin në tregjet botërore të energjisë kanë më u rrit dhe kësaj kemi u gjenë me një situatë, nëse s'po i thojmë kolaps, po të pakëndshme për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse kanë me përballë me ditë pa rrymë. Dhe çka mu mbrengosi djedh, mi thonë drejtën është shive, student kanë nevojë për mjete financiare. Pra nuk po them që nuk duhet me pas ata një stimulim financiar. Mirë po ma mirë për ndoshta kish me qenë mi ndërtu kushtet mira, universitetet mira, laboratorët të duhun, konvikte ku ata e kalojnë javën gjatë studimeve tyre, në vend se me i qu paret nga 100 euro, sepse këto janë shifra bukur të mëdha, dhe në realitet nuk po zgjidh problem. Po e thellon problemin, po e thellon krizën, sepse ato mjete ma nuk i ke për të investuar në ato që po i themon. Ose në rastin e sektorit energjisë. Pra që nga janari janë dhonë kontrata për revitalizim të bloqeve. Pre janarit nuk ka fillu puna dhe ato bloqe janë jashtë funksionit. Paret janë dhonë, puna nuk ka fillu me u kry, janë akoma negociata, ndërkohë blejmë vazhdimisht energji elektrike prej tregjeve. 300 diçka milion 2025, nëse diçka keni... Ofër 300 milion. Ofër 300 milion euro ke import. Import i energjisë elektrike. Pra, paramenoni në çfarë situate, po gjindemi edhe në anën tjetër, e ki një kryeministër i cili e ka uzurpu bashkë me kabinetin e tij komplet qeverinë e Kosovës, e ke një udhkryq me cilin ndodhet identiteti i kësaj republike. Dhe ai udhkryq është
zhvillim dhe mbrojtje e Republikës, ose stagnim, izolim e prishje me faktorin ndërkombëtar. Këtë dilem populli duhet me asqaru dhe këtë dilem populli duhet me zgjedh në rastin e parë kur dalin në kutitë e votimit për me votu. Kjo është gjendja aktuale me cilin jo që duhet me u brengos, po nuk duhet me fjetë. Natë e ditë për mi dhanë rrugdalje kësaj republike të cilën e dojmë dhe kem punu me vitet tona për me pru aty ku është sot, me vazhdu dhe me qenë një e ardhme për njerëz tanë, për fëmijët tanë, për gjithë ata të cilët jetojnë. Pra kur i sheh nënën tjetër që t'akuzon 25 vjet e keni shkatru këtë vend, unë i ditu nala dhe mendova, thash, mrena 25 vjet e mendo, jënë eduku një numër i madh i profesionistëve, mjek, inxhinier, arkitekt, të cilët sot japin shërbimet e tyre në Zvicër, në Gjermani, në Amerikë, në Kanadë, e gjithkund. Pro 25 vjet na pas mi punu keq, e qatat këqit tonë sot janë doktora në Gjermani, qatat këqit tonë janë sot arkitekta në Zvicër, qatat këqit tonë janë ndërmars jashtëzakonshëm në Amerikën, Kanadë. Duhet mi pa senet ndryshe dhe mi dhon orientim këtij vendi, sepse në këtë formë qysh është duke u zhvillu, unë mendoj që e ardhmja jonë ka me qenë bukur fragjile. Shifrat i kim po, për të sonte nuk e kam dërmend, se tani për i bjenë sigur me mu fut në agendës të tyre, ato shifrat cilat një grupi deputetve realisht, kështu e kanë qujtë që gjithë, jenë mbledhë në zyre të qeverisë dhe e kanë bo një propozim që të njëjtin kanë mujtë me bo edhe grupi parlamentari LDK-s e i PDK-s, që të gjithë. Realisht vetëm që në këtë pjesë për këto rritje i ka shfrytzu edhe sindikatat ose të quajtur si përfaqësuesi sindikatat. Një pjesë. Sepse mendimi tyre ka qenë që këtë këto rritje të hyjnë në buxhetin e 2026 dhe pas formimit të qeverisë, që ata nuk e kanë ditë a detajon duke u taku me një deputet apo një ministër në kontratë mbi vepër. Dhe realisht kërkesa e krejtë sindikatilistëve nuk ka qenë të jetë një pagë minimale fikse, një ndihmë, një diçka nga institucioni, po i kanë kërku kohë që mbas bërjes qeverisë dhe mbas shkumjes në zgjedhje ose të paktën të kaloj një qeveri me 61 vota, po fatmirësisht mos them për qytetarin është fatkeqësisht që nga non shkurti ky nuk gjet 61 hajvanatët e tij të kërkuara nga non shkurti. Realisht unë e kam pritë edhe çdo ndihmë, bile është ndihmë me paktën, sepse 4 posedimet që i ka ky institucion për 4 vjeçar është varfra, zhvlerësa, shkatërra sunda. Domthonë, këto janë politikat e një sociali që japin impakt komunist. Dhe bota ekonomike të cilën neve po na i kërkon, Bashkimi Evropian nuk janë vetëm këto. Vetëm këto nuk kërkohet. Unë e shoh për lidhje me energji. Është komunist që shme t'i kërkohet. Vetëm për lidhje me energji. Kur flitet për humbje të fondeve, fajtor janë opozita, si ka bo marrëveshje ndërkombëtare. Kjo për djenë që as pak kuvendi dhe as pak dë votat nuk janë për marrëveshje, thjesht nuk i ka realizu ato që i kanë nënshkru në takimet me Serbinë në Bashkimin Evropian, kështu që kanë nënshkru dhe ka marrë prioritetin që komunat t'i kthejnë në pjesën e sërbëve, në udhëheqjen e komunave sërbe, dhe kë ka pranu një gjë të tillë, po tashmë nuk po implementon, dhe këto janë derimet. Po vetëm duhet me ditë që deri në 1 janar, nëse nuk implementohet një gjë të tillë, kosto për buxhetin apo kosto për projektin në Kosovë do të jetë mbi 1 miliard euro. 700 milion veç i kemi humbur nga Bashkimi Evropian, mos them bukfalisht 680 milion, më përmirësu me projekte nështë minimale, kështu që në deri në janar humbin 1 miliard e 100 mijë që nuk i kemi kthime. Po, shiheni tash tarifën CO2 që është duke u pregaditur nga ZRI dhe Kesko, kjo është për ajrosje sepse është kriteri BE-s. Po ka dalë, nëse ne nuk marrim nga BE, se i kemi disa behane, të paktën mos t'japim edhe diçka për popullin. Çka është që pagun qytetari dhe rrit paren në energji? Unë e kam thonë nga kjo studio, momentin që e kam pa, që tregu i hapur është votu unanimisht, pa mendimin e palës tretë, udhave ekonomike, sepse në Kosovë është një emet.
votohet, apo mirët vendim, pastaj negociohet. Në për krejt vendet e botës, njëherë negociohet me Këshillin Social, e të cilën nuk e ka formu, që mbi 4 vite, është jashtë funksionit, as njëherë nuk ka taku datë ekonomike, as njëherë nuk i ka taku aliancat, as njëherë nuk i ka taku të paktën ekspert ato se ta angazhon një organizat që ka të dhëna për to. Po, tarifa e ZRE-s për CO2 do t'jetë funksionale. Ka pas t'jetë me 1 tetor, po e panë që zgjedhjet, rritet energjia, pse? Shumë do të kesh guxim si pushtet që kërkon vota nga 16 euro në 2021 kosto për kokë banori për energji e ka dërguar 35 euro. Dhe për mu kjo është e vogël. Ende do të merrit. Do të jetë deri në 45 euro. Pse? Ta provojnë këtë qytetar që e zgjedh një përfaqësues mbi kostot e jetesës. Sepse çdo votë e tyre është minus 1.000 euro. Çdo votë e tyre çdo muaj. Sa të rrin një pushtet i tillë është gjithmonë mbi 100 euro. Dhe tash vjen edhe tatimin pronë funksional 100% nga janari dhe sigurisht tatimin pronë për biznese do të jetë kosto për ushqimin, përveç importit, sepse këta për ta mbulu migrimin që është mbi 48.000 për vit dhe humbjet e ushqimit tyre apo multiplikimit ekonomik herë 18%, ky do t'i mbulon me këto vendime të një pas njëshme mbi biznes. 3 për qytetarin, 3 herë për qytetarin, 1 herë për biznesin rritje energjetike. Tash, pagën minimale 500 euro, edhe kjo është barë për të bërit biznes, ku implikohen mbi 60% e bizneseve ku preken. E sidomos janë ato ushqimorët, artizanatët, e sidomos ajo që Kosova në varët është pjesa bujqësore. Prodhimi energjisë tashmë është bërë biznes. Dhe persona që e shesin edhe blen janë shumë të afërt me institucionet e qeverisë dhe me personat apo familjet e tyre. Dhe sigurisht, kur e shet që ma nuk do ta ketë një mandat me 51% që ta udhëheq vetë, kjo është aksham pazar, sot mujt kapi, sot mujt marë, sepse unë vynë ato mjete për t'i kthynë vota. A i rrit me 50 edhe 100 euro, është pak. 200 euro është desh për studenta, 1.000 euro është desh për pleq, dhe rrogën e 15, jo 13, 14 e 15. Pse? Sepse veç sheja votat, 396.000 vota i ka marrë me 9 shkurt, 170.000 nuk ka mund t'i kalën me tetorin e 2025. Jo të 50, është politike gabushme, mbase e ka shky thesin edhe i ka shti durët në thes, të paktën mos t'i jesin vetëm gishtat, le ta shkoq krejt dhe ta knaq popullin e varfër. Po dhe, prof, kur shkimi shku së ligjërata, për ata studentat kanë më të tregu një mesazh, me thonë, që prof, se ju për kritikoni Albinin, ajna e qitin 100 euro. I bili ish kujdes që vetë me konë, sinqerisht, atë që shkem me respekt, Albin Kurti. Me thonë, nuk ka ndodhë ma heret që një kryeministër 2 ditë para zgjedhjeve, kjo nuk mund të më quajt kur gjë tjetër, vetë si një tendencë për me ble vota me ka 100 euro. Edhe nëse nuk gaboj këto 100 euro, kish shitja letra me vlerë, kanë marrë 20 milion euro borç për me jap këto subvencione për shkak se qeveria nuk guxon me shpenzu buxhetin, për shkak se është në qeveri në detyrë. Do thonë edhe borç ka hi, qeveria me rrit borxhin për një projekt kapital, por për me jap subvencione. Po kjo është e sakt para 3 javë, mos gaboj tash datat e sakta se di ka qenë ankandi për shitjen e letra me vlerë. Nuk është transparente, s'kemi informata se sa ka ecë përpara, po do thonë dihet që ato letrat me vlerë ankandi është hapur për mi siguru mjetët për me nda tash këto farë, me tentu mi ble votat nga studentët 2 ditë para zgjedhjeve lokale, para ballotazhit. Kjo çështja 100 euro për studentët, në të thonë drejten, kom pas raste, kom bisedu me disa studenta të mi, do të thonë këtë punë, edhe ata gjithkush i gëzohet 100 euro që e marrin. Mirë po, asë një student... Pro veç me qaru, kërkush nuk është kundër, edhe visari, edhe krejt që mi ndimu studentat, sepse studentat kanë nevoj gjithë për edhe për 50 euro, për 100 euro, për 20 euro, sepse jeta studentorë është e tillë. Po jo në forma tilla që erën të apshien është blerje e votës. Beso me krejt studentat që kom pas bised, do thonë,
gjithë i marrin ato 100 euro, po askush nuk e ka vlerësu këtë 100 euro, sepse secili student e ka kuptu që është tentim për me ble votën. Do të thonë, këtë e thonë të gjithë, pavarësisht që i kanë marrë 100 euro, po e kanë të qartë që është tentim për me ble votën, edhe e konsiderojnë si një tentim i pandershëm në relacion me studentët. Studentët ka prej atyre që edhe thonë, disi o kana nënçmon, po na nënvlerëson shumë, do të thonë po mendon që ne nuk arrim me kuptu këtë lojë të tij. Do studentët e kanë kuptuar shumë mirë. Çka kanë kuptuar studentët tjetër është se kjo qeveri ka ardhur gjithmonë të folë për barazi. Ka thonë barazi. E tash ti me këtë vendim këtu veç barazi s'ka. Ti çka ke ndodhur? Ti këtu e ke trajtuar njëjtë sikur atë fëmin që është fëmijë i milionerit, ja ke dhënë 100 euro, edhe njëjtë ja ke dhënë 100 euro edhe një studenti që ndoshta jeton mendje kalojnë mujin me do të ardhura minimale në familje. Pra tash ti çka ke bë? Ti ke tregu pa barazi, pra nuk duke i trajtu njëjtë fëmijën e milionerit me fëmijën e personit që jeton me të ardhura minimale, do të thonë ti ke tregu këtu pa barazi. Nuk zisa po jam i qartë. Edhe studentët ka prej atyre që për shembull definitivisht kanë me ndëshku qeverinë Kurti në ballotazh veç për këtë arsye. Apo studentët, nëse ja u dojnë të mirën studentëve, nëse kryeministja do të mirën studentëve, duhet me ndërtu politika. Edhe ato politika do të me qenë me objektiva, afat shkurta, afat mesme dhe afat gjate. Pajtohu me visarin që tha shumë mirë, një prej objektiva është krijoj kushtet në universitet, krijoj laborator, krijoj kushte për transport, krijoj kushte për ushqime të mira, krijoj kushte me bashkëpunu me universitete jashtë, me student, edhe me urrit në aspektin akademik. Ato kanë Kosovë, po aty do shme investu. Pastaj, provo ti që këta mi marë këto 100 euro çdo muj, po jo mi marë një herë kur ka zgjedhje. Ti do shme ndërtu një politikë që këta këtë 100 shme marë çdo muj gjatë gjithë kohës ku ata e në studime. Shto këto që do të mi dhonë edhe bursa. Pra kjo që ka tregu blerja votës me 100 euro tregon mungesë politikave programore për zhvillimin dhe për krajin e studentëve. I ka rënë normal që tash më dhon 100 euro edhe pjau japin 100. Vendimin e ka marrë para rundit parë. A kupton? Ekzekutimin e ka bë 2 ditë para balotazhit. Do të thonë me 100 euro ka tentuar me përfitu 2 herë. Mi gëzu 2 herë studentat me 100 euro. Një herë kur e ka marrë vendimin para që mund bëj zgjedhjet, edhe tash 100 euro më dhon para ballotazhit. Pra me ditën Ky vjen 2 herë ka pasdajt vëllatimi. Po tash unë po. Kjo sa i përket buxhetit, se ishte edhe si temë kur e nisi emisionin, tash edhe këtu buxheti çështë do me përpilu një buxhet, edhe me pretendu që me u miratuaj një buxhet, kur ti i ke shkel gjitha procedurat ligjore për përpilimin, hartimin edhe miratimin e buxhetit. As nuk i ke përfshi komunat, as nuk i ke përfshi agjencitë shtetënore që janë gjitha ato agjenci. As ministrit nuk kanë arrit me përpiluat hisën e vetë, atë pjesën e vetë të buxhetit, në mënyrë që me pas një dokument, një draft i cili është gjithë përfshirës edhe që janë prek gjitha fushat. A më rëndësi ka qenë me dalë aty që buxheti më i madh në historitë të Kosovës. Po ti shifra buxheti çdo vit është rrit. Prej buxhet kur kon Ali Sadriu, ministri i financave, në sot është rrit buxheti. Ajo është e natyrshme se një buxhet prej vitit në vit vetëm shkon duke u rrit. S'ka asnjë vend në botë, edhe më të varfër në botë, që një buxhet shkon duke u zvoglu. Ato vetëm shkojnë duke u rrit edhe me ato na s'kem çka krenohet askush. Problemi është se si ti pe harton një buxhet, çfarë procedurash, sa po jetë gjithë përfshirës, sa po jetë transparent. Që këtu ka mungu total. Edhe tjetra, çysh dën ti me miratu një buxhet me një qeveri që është në detyrë, ku Gjykata Supreme thotë që ti e ke shkel ligjin që vetë ke miratu. Do ti nuk guxon me qenë edhe deputet edhe në qeveri. Pra është shkelje ligjit. Çysh ti do me çu buxhetin me miratu në parlament, ku ti nuk i ke kriju ende komisionet parlamentare, ku ky buxhet s'pari duhet të filtrohet në komisionin për buxhet dhe financa. Edhe pastaj duhet të vinë mendimet e komisionit në deputet që nuk ekzistojnë ende, edhe pas që të vinë vendimet e buxhetit, atëherë duhet të diskutohet sërish edhe të votohet. Pra gjitha këto janë procedura që duhet të kryen për me qenë një buxhet legjitim edhe ligjor. To asnjë prej këtyre organeve nuk është ekzistuese. Kanë qenë gjitha veprimet e qeverisë aktuale legjitime dhe ligjore gjatë 5 vjetëve. E pikërisht tash, kjo është një arsye që qytetarët në përgjithësi duhet me ndëshku një herë përgjithmonë një qeveri të tillë, e cila po mundohet në vazhdimsi me manipulu edhe me i mashtru, edhe për më tepër
gjithmonë edhe më u viktimizu me hedh fajin tash të tjerët, sepse ne po dojmë, ne kemi vullnet, ne jemi të interesuar, po jo parti tjera nuk po bashkëpunojnë. Parti tjera nuk mundën me bashkëpunu në veprimet tua jo ligjore. S'mu kështë me kërku ata. Nështë kësha dosh me u lidhe që pak, sepse në situatën cilë ndodhemi sot, LDK-ja e kish para pa shumë herët dhe i ftoj partit për një qeveri të unitetit, për mës me arë deri të një blokad e shtetit që është sot. Kur ne e bëm këtë thirje të partit, këta që ishin pushtet fillun edhe me ba hajgare me neve. Ndërsa sot këthejen, thujnë, hajde një votona një qeverin, koalicion s'ka, po për hirë shtetit, për me hecë për para. Votona një. 55 herë dështoj Albulena Agjio për hirë të shtetit. Duke shkë ligjin vazhdimisht, 55 herë. Kjo pun ka qenë pun numrash djem. I kem kalkulu se cila parti politike, i kem po që si ka asa ne, as këne, dhe kem thonë, hajde po mledhemi, pe bojmë një qeveri, pe kalojmë këtë kriz, dhe në zgjedhjet e reja, po i aprovojmë edhe budgetet edhe gjithë shka që ka është dasht për me funksionu shteti normal, nuk e pranu. Sot këthejesh prapë në qatë pikë edhe thu, qysh po na i voton në LDK-ja. Problemi ko ka me LDK-n, s'ko ka problemi me neve. Qysh më të votu me LDK-ja? E ka një problem vesh me LDK. Silët e pësilët dhe të LDK-ja. Krejt. Për çka? Krejt problemin e kanë me LDK-n. Po. Unë që ditë në qysh LDK-ja ja unë zërë rrugë. është një akuz që unë e kam pa dhe shumë shëtsu se LDK-ja nuk mundet pa PDK. Kriteri LDK se ka quajt që pa PDK na nuk vim qeveri. Unë nuk e kam pa një deklarat t'il nga Zotria Abdigjiku që ka qenë një kriteri t'il. Këta janë të një los për me përfitu nga elektorati LDK, sepse aty e kanë pas. Brungin. Aty ika. Ajo ka rjedhë. Dhe prapë mendojnë që njëta që ka mendojnë, por nuk ka mendojnë. Qka ke bo? Do me thonë, budgetet e komunave e ke bloku Prishtinën që sa. E ke bloku Prishtinën, e ke majtë budgetin e Prishtinës në cirtar, tash 2 ditë para balotajët tu, hajde votone budgetin për Prishtinën që... Nga 670 milion, se për të ndërprej humbje nga bashkimi evropian, ofër 60% janë projektet në Prishtinë. I kërcënon qytetar, Adem, ju thot, merë mushoni men, këqyni kanë për votoni. Kështë atë që këmë cekune vetëm në debat me të menduar. Nuk kanë i dhonë pare atyne që s'janë me mu. Realisht ajo i bike. Që ata që s'janë me mu, nuk e mi dhonë pare. Krejt popli du të më bo me këta për me mujt me funksionu. Budgetin e pas ka shtin gjep vetin, a qa? Budgetin e shtetit, së është i vetja. Qfar hipokrizia është? Edhe qfar kryeministri ke... Dhe së është taj personi që vlerësën, a janë duke punu komunat mirë, as janë duke punu komunat mirë. A janë të korruptume, as janë të korruptume. Shteti ka institucione të cilat e monitorojnë komunën edhe se cilin agjensi shtetërore. Asociacioni Komunat Kosovës ta asë një akt akuz nuk është ngritur për asë një kryetar të komunat. Qofshin tha nga LDK, PDK ose vetë vendosja. Kështë që për gjdo rasta nëse dyshën a i, tha letë ngrit. Po u befasova se se shtaku as në asociacionin e Komunat Kosovës. Jo, në asociacionin ka pas luft frontale me asociacionin e komunave. Lufta kryesore e komunave ka qenë mbi kontratën kolektive dhe mbi tatimin pronë. Dhe mbi investimet kapitale. Unë e kam cek para këti emisioni kur thash, vesës ju ka thonë, jo me mu, jo s'ka pare. Dhe kush është me mu, janë hajna. Dhe kështu e cekë, mrena 4 diteve që ceku dhe vërshë hipotezë. Funditës nuk është dhe kjo betej kundër një figure ose një partije politike. Unë thashë dhe me herët, beteja jonë është për me drejtu venin ka një ardhme e sigurt. Beteja jonë është me i qelë dyrët e Kosovës ju kanë mshelë të 4-5 vjetë e fundë. Beteja jonë është me folë për zhvillim si shtyllë kryesori këti veni. Beteja jonë është me rritë eksportin, me ndimu sektorin privat, me ndimu prodhimin vendor. Që kjo është beteja jonë vitin 2025, 6, 7, 8. Pse visare kanë këta partia në pushtet? Sarë kemi folë për bugjetin aktual qëta edhe rritjen e paga, që këta s'pëdojnë, se na kem t'ja u kry. Do të mi shpjegu një herë për gjithmonë. Këtu kur kush nuk ka kundër, mu rrit pagat, sepse na që të pojetojnë. Të ke funi që të pare kanë më cilë që kënej. A o LDK-ja, unë personalisht pedi, po për opinionin kundër këtyne, apo kundër mënyre se si është bërë, sepse kjo propaganda e tyne po dhejzë ma shumë se sa gjithë shka tjetër, Lisa. Unë veç e thash për me ndu për shka është LDK-ja. Shumë e qudit me kjo. LDK-ja është për me e luftu inflacionin ven, për mos me pas diferencat më të çmimeve, për me mujt edhe familjet të cilat janë në nevoj me i përbalu kostot jetësore.
nuk është tu veç buka uje, është rryma, është shkollimi fëmijëve, është mjekësia. Pra po flasim edhe për një barazi shoqënore, po jo në formën qysh këta e kanë, se këta janë edhe selektiv. Këta po janë edhe selektiv. E tha dhe publikisht selektiv, jo me mu, jo me Arushën. Zgjedh. Nuk ka ide ose nuk ka mundësi le të ka me dalë me thonë jemi kundër rritjes pagave, ose jemi kundër dhënjes mjeteve financiare për student. Ka para pa dhe bugjetin e vetë premtimet elektorale sa mi rrit pagat. Po kupton, na koeficientin e kemë në qysh atëherë, sa du të me qenë. Po. Pra gati një vjetë, po bëhen prej premtimit tonë në programin tonë politik nga Lidhja Demokratike e Kosovës që kemë folë edhe për pensionet më rrit, edhe për koeficientin, edhe për gjitha. Mirë po, jo në kohë të fushatës. Jo në kohë të fushatës, kur ndodhesh në zërë, ke dalë komuna e tretë në nivel të Kosovës në garën lokale, edhe tash mundohesh me i kërcnu për me i përfitu votat. I lutem nuk shkon kështu, nuk duhet kështu. Prandaj, ne e thash edhe më herët, udhkryqin të cilin ndodhemi, aty duhet me i dhonë kahje. Apo i vjen që në komuna jeni më të mirë me kryetar, në qendër jeni më të dopt me kryetar. Mbase po thu që komuna ka dalë treta, kjo pi bje që janë më të mirë kryetar të komunave, lëvizave të vendosin me komuna. A do të thotë që ju partit nuk keni pra lider, sepse kësë di nevojitet një konkurencë fort këti lideri, të cilët ka politika sociale stimuluse dhe realisht ju vetëm në Kosovë, në krejt botën. Çdo rritje para zgjedhjeve jep stimulim të votës dhe ka impakt të votës. Na pëlqej apo s'na pëlqej? E para adem, gara lokale dallon prej garës nacionale. E dyta adem, gjitha premtime që këtë dulë sot i morën nga programi i LDK-s, edhe në fjalimin të cilin e mbajtin kuvend, i tha gjitha premtimet të cilat i ka thonë Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilës i ka pri edhe në program kryetari Abdi Gjiku. Pra nuk mundemi me folë tash nëse ka kryetari i dopt në nivel qendror e në komuna ma të fort, se nuk mundet me u krahasu ashtu. Kryetarin e ka LDK-ja, edhe është bukur i fuqishëm, edhe është ai njeri që i bën ballë dhe i del ballë edhe këtij kryeministri. Por duhet populli me u bind me këto premtime dhe me u bind me rrenat e mashtrimet e atyre që janë sot në pushtet. Unë mendoj Visar këto që po thotë edhe Ademi. Nëse shifra, Lëvizja vendosur është e treta, për 380 e sa mijë votave, 170.000 vote. Tu e kemi unë mendoj, a di ku problemi këtu? Nuk unë mendoj, nuk ka problemi të leadershipi. Problemi është sinqeriteti i liderëve. Tash vetë vendosja e ka një lider që është totali pa sinqert. Pra ai është populist. Edhe ai del edhe premton gjëra të cilat ne gjithë e dimë që janë të parealizueshme. Por ai e din se saktë që populli i pëlqen me i dëgju ato premtime. Ama edhe ky e din që s'mundet me u realizu. Edhe e kanë gjetë, populli kënaqet me premtimet e tij, ky e ka kuptuar që populli i pëlqen me i dëgju, pavarësisht ai realizoi as e realizoi, e kanë gjetë njëri tjetrin, edhe kështu po tash para pëlqen më na rraj diku shumë. Pa ka shumë çështu po i bën. Tash te Lumir Abdi Gjiku me që hapi fjalën Ademi, do them, tash Lumir Abdi Gjiku nuk është një prej liderëve që del edhe ofron iluzione ose premtime që thjesht kuptohen që nuk mund më realizu. Lumir Abdi Gjiku, si tha dhe Visari, e ka programin, dhe gjithçka që është paraqit në program, lista e projekte që kapitale, po, ma shumë se 2 vjet i ka. Se cila për tyre anash e ka edhe mënyrën se si ka mu realizu, edhe burimet ku kanë mu siguru për mu realizu, edhe afatet kohore kur do të me fillu edhe kur do të me përfundu. Pra po ta jep një premtim, edhe po ta shpjegon që është i realizushëm edhe nuk është populizëm. Ndoshta mu pajtu pak me Ademin që gjuha jonë është shumë e rafinume. Edhe ndoshta do të me zbrit pak mënyrë që me të kuptuat atjerë se unë këtë kryeministrin aktuale kom pa edhe atë prallën e ujit që e kallzon që e kthen dorën që shtu e uji nuk rektu e del ne ndoshta çashtu populli do me thesin e me xhilpanën e kuta diunë një popullu eksitu pikëzimi çfarë më pëlqej një intervistë e tij edhe ai me këto po di me lut me popullin, po çka sjell kjo nuk sjell zhvillim. Si më zhvillim por kjo sjell mirim, këto gjëra sjellin mirim. E thatë ju profesor, qëndron është e vërtet që në programin tonë i cili edhe sot është aktual, jo rasisht e përmend edhe gjatë fjalimit të zotit Kurti në Parlamentin e Republikës Kosovës që i mori disa prej projekteve tona që i kemi në programin tonë politik, edhe sot është aktual, aty janë përcaktuar edhe mënyra e financimit,
edhe mënyra e realizimit të gjitha këtyre projekteve. Dhe në këto projekte na kemi hyrë me shtylla kryesore. Pra zhvillim, energji e cila me një farë forme është në funksion të zhvillimit, por është edhe siguri kombëtare. Definitivisht. Pra projektin e gazit, edhe sot Lidhja Demokratike e Kosovës me ngol me kërkon me realizu. Edhe është i realizueshëm. Edhe është i realizueshëm. Po ndëgjoni, ju e dini, në momentin kur është refuzu projekti gazit, diplomati jonë në Greqi i cili ndodhet, ka pësu një izolim total prej zyreve diplomatike atje. Askush sot nuk e hap derën e zyrës tonë në Greqi. Pra, këto kanë edhe pasoja, kanë konsekuenca. Absolutisht po. Mos të hapitemi, sepse kur po flasim për projektin e gazit, kemë volë për projektin i cili është geostrategjikisht i nevojshëm për Kosovën. Kemë folë për diçka i cili e bën Kosovën lojtar, akter kryesor të sektorit energjisë në Ballkan. Është 40% e kostës shportës konsumit. E ullë për 40% shportën e konsumit. Unë kemë folë dhe më herët, nëpërmjet projektit të gazit në Kosovë është tentuar që Kosova me qenë akter në furnizimin e gazit edhe për Malin e Zi, edhe për Serbinë, edhe për Bosnën. Pra paramendoni çfarë shanse kemë hup. Paramendoni ku jem sot sa mbrapa jem. Ne kemi thonë gaz rus. Po ne e kem qujt gaz rus, po ato kanë qenë papjekuri. Kemi thonë gaz rus, po tash blem rrymë sërbe. Apo për njëjtë. Sot ai Vukhamovici ta shet rrymën, që është një prej kriminal sot në emision është e tij. A vjen sa shumë kanë fol këta njerëz për Vukhamovic e të tjerët pse po blen rrymë. Do thonë Berishaj na kep Krasniqi, Vukja e kjo janë lidh dikun me një farë interese dhe sot... Amo 800 milion për 350 milion për 4 vjet janë parë madhe. 1 miliard. 1 miliard janë shumë. Domethënë kjo e te kalon kostën e realizimit të projektit gazit. Domethënë na kanë shku për dhe kjo rrjedhje vazhdon edhe sot. Ne jemi të importuar varësisht 1 milion euro në ditë energji elektrike. Vesh me ju tregu një lajm të fundit. 40% ka ra prodhimi vendor për shkak të bloqeve, sot s'punojnë, nesër s'punojnë, nuk janë funksional, i kanë shtin punë pas një kohë gjatë rehabilitimit, ka ra mas 3-4 dite. Domethënë, këtu vazhdohet gjakderdhje financiare në sektorin e energjisë, e që ato mjete financiare na duhet me hjek prej dikujt për me pagu diçka. Veç sa jemi këtu, prof, lajmin e fundit, nështë gati edhe është i konfirmum, që tyrat e lejume nga zërreja janë te kalu. Dhe pritet një rritje e çmimit spaku për 10% e energjisë elektrike deri në fund vitit. Kjo është, e kam pe informat për burimit shumë të sakt, që pritet rritja e çmimit e energjisë elektrike, spaku për 10%, në qoftë se qeveria nuk i jap një 50 milion euro subvencion, bën bulukët, visarja din ma mirë tyrat e lejume për këto keskon edhe kecin. Nuk kam informacionet zyrtare, me të drejtën, zyra regulatorit energjisë. Shumë zyrtare, po... Zyra regulatorit energjisë bën rishikime 2 herë në vit, dhe nëse janë te kalu tyrat maksimalet lejuara, atëherë dikush ka me i pagu atë kosto. Minimum për 10% deri tash. Nëse nuk subvencionohet, duhet me u pagu qytetarët që i bjen, duhet me u rrit tarifa. Ja qytetari, ja tarifat e bizneseve private. E prek dikon tash bizneset. Kjo është shtrije horizontale, nuk hati. Thua se bizneset i ka detyru me dalën të trekt hapun, edhe tash bizneset ka e gjenë vetë furnizusin me... Gjdo humbje financiare që institucionet nuk po mundë me ja arrit, të arsytojnë, arsyen emigrimit, që qytetarët ma nuk janë të konsumu. Dje e rriti e dha subvencionin për 100 euro, një PM më tha falenderit, tha se unë jam i registruar si student, jam të punu në Gjermani, me që ato tha po vi për vitri të doja. Po nuk është votu si ti. Dë më dhënë, gati 30% e studentave që i ka pagu sot i ka në Gjermani. Duke punu për sezon që të kthejet të torë në ndorë veç për probleme. Kjo është e vërtet dhe se shëri Nëse thët, studentave të komunës Prishtinës, apo në Universitetit Prishtinës dove kom ju shku edhe për mjekem, si janë helmuen në konvekt nga mint, ka edhe video vetë vërtet është trishtus. Nuk ishte konvikti i një komune, po ishte konvikti i një kryeqyteti. Ne kemi probleme baza elementare të institucionit, sepse studenti ka bo ndryshime në Kosovë.
Studentat kanë qenë gjithmonë simboli një paqe, një rilindje, një zhvillimi. Student janë ata e ardhmja që i mbushin ato institucione. Sot, ato institucione kanë nevojë maksimale për ato kuadro. Nuk shkon gjithë vjet projektin e gazit nga LDK, vjet projektin për investime për rrugë nga PDK, vjet për hekurudha ose për autostrada nga Nisma. Nuk shkon Fatmiri hajnë në autostrad, Fatmiri Qelik për vota. Ne duhet ta kemi riorganizimin ekonomik. Ky vend nuk ka një lider që ullet dhe mendon politika makroekonomike. Erdhë për shërë në pushtet. Do të ndryshu kursin se shtetet e zhvillume. Erdhë për shërë në pushtet. Jo i kojle të këja se ta njerë që si kokën kushish. Dëgjëm, nëse vjen kryeministër 4 vjeçar dhe nis interesin institucional, nuk duhet tash një kryeministër nga LDK ose nga PDK ta ndalë një interes që e ka nis një opozit ose ish opozit ose pushtet. Autostradat nuk jënë mbyllë. Premtoj që dje në Gilan, shporta e konsumi do të jetë prioritet. Cili prioritet? Vaji 1 euro, vaji 2 euro. Mili 20 cent, mili 40 cent. Mishi 6 euro, mishi 11 euro. Garderoba 8 euro, garderoba 10 euro. Rruga 30 cent, rruga 1 euro e gjys. Me mua, ku me ty? Me ty gjdo dit nga 298 euro e ka marrë shportën e konsumit në 2020-ën. E ka dërgu deri në 690 euro. Dhe fatkeqësia më e madhe është kur 350 euro shkojnë për pajime shtetërore, energji, ujë, tempron dhe tarifat të tjera. Dhe sot, unë stimuloj nënën dhe fëmin. Cilën nën që tash me rritjen e shtesave për sektorin privat. Spari femra do të largohen nga puna sepse privati s'mund ta pagun pushimin e lënis. Ne, po ja je 50 euro se 20 euro se 10 euro një nanës, po qerdhen pi 70 euro për bën 100 euro se s'ka kosto me dal. Mbi 60% e fëmijëve tonë janë në qerdhe private. Nga 80 euro janë rrit 140 euro dhe ky e ruan nënën dhe fëmin. Cili nën dhe fëmi? Ato në Gjermani, ato në Kosovë. Qytetarët e tonë janë duke shku me nis jetën në Gjermani. Edhe këto detaje që për përmend janë të rëndësishme, sepse janë pjesë ditore të cilat i kalon se cili qytetar. Ne po ballafaqohemi çdo ditë pa marrë parasysh apo i bëni ju votat. Na po paguajmë mbi votat e juve. Na po paguajmë mbi kostot e zgjedhjeve tona. Për mu, më e rëndësishme është orientimi madhor që do të mi dhanë Kosovës, sepse kjo është diskutimi që do të mi përfshijë gjithë spektrin politik në vend dhe me pas një pajtueshmëri spaku mes atyre që kanë interesat përbashkëta për një zhvillim të vendit dhe një afërsi më të madhe mes të cilët sot i kemi largu prej politikave jo të mira dhe jo të drejta nga kjo qeveria aktuale. Për mu, kjo është tema kryesore që ne duhet ta bëjmë. Qysh mi kthyo isa? Qysh më kthy që ndryshim të pushtetit. Ndryshim të pushtetit. Ndrimi i pushtetit e bën një hap bukur stabil në këtë aspekt, sepse ata të cilët kanë tregu partneritet gjatë këtyre dekadave të fundit dhe historisë së vonshme të Republikës Kosovës, ata janë mes të vërtet edhe të Shteteve Bashkuara, edhe të mezhve aleatëve tanë të cilët janë perëndimorë se evropian. Kjo është tema, kjo është çështja me cilën ne duhet flasim edhe me qytetarët, sepse ky diskurs nuk po ndodh me ta. Ne po flasim veç për shtrejtim, veç për rrymë, veç për mungesë të gjërave bazike, por çka është me rëndësi për Kosovën e cila mund të zgjidh pastaj të gjitha këto probleme, është ky orientimi madhor cilin Kosova duhet ta merr. Pra duhet zhvillim dhe duhet mbrojtje e Republikës së Kosovës. Dhe këtë mbrojtje të Republikës Kosovës nuk e bëjmë dot pa aleatët tanë ndërkombëtar. Kjo është tema për mua dhe për këtë unë jam interesuar me debatu. Jo, po këta kanë dëshmuar pra izolimin më të madh të cilin e ka pas Kosova ndonjëherë e ka në këtë periudhë. Po unë nuk e kam personale. Unë e kam për me shpëtu Kosovën. Nuk e kam personale. Unë e kam personale për me dhonë drejtim në Kosovës nga televizionet lokale. Që shka i duhet ti vendi me ndu? Ti vendi duhet definitivisht mundru kjo qeveri, edhe me arë qeveri, cila do që të vjen, e cila vepron si pas ligjeve. Nuk guxojmë na me pas qeveri arrogante, e cila merr vendime për mua, pa më pyet mua.
edhe mi dhof 1.000 euro dhurat, ti duhesh me mpyet a ki nevojë për ato 1.000 euro. Do të thonë, çka do që t'jep? Çka ndodh? Merr vendime për arsimtarët, për krejt arsimin në Kosovë, nuk ulet me bisedu me ta edhe me janë dëgju kërkesat edhe nevoja që ta i kanë, edhe cilat janë me prioritet. Se ti mundesh me rregullu një sektor, por ndoshta se kanë pas prioritet. Po bash. Ti duhesh me ullë me bisedu me ta. Kënda këto 100 euro për student. A je ullë me këta student me pyet, a ndoshta kanë pas nevojë për 150 euro, jo për 100. Edhe me pa mirë kush janë sta student. Veç shikoni Agjencinë e Statistikave të Kosovës, në vitin 2021, Kosova i ka pas 70.000 student, e sot Kosova i ka dikun 50.000 student, pra i ka dikun një 18.000 student, ma pak i ka Kosova. Masaro, këta student i kanë gjero llogaritë e janë të regjistruar si student. 18.000 student dikun janë për Evropë, ose kanë gjetë vend punë, ose duke tentuar me gjetë vendet punës, se ku ta diune. Çta 18.000 student që janë të shëtitur për Evropë sot i kanë marrë 100 euro. Po, sikur një pjademi që përmej. Sikur e mori shambull një pjademit. Po. Tash, problemi tjetër është, na dojmë një qeveri e cila i respekton krejt palët e interesit. Një qeveri për shembull që për me trajtuar një problem në komunat e Kosovës, ulet me kryetarët e komunave, ulet me ata edhe bisedon, edhe i shet cilat janë problemet, edhe i zgjidh problemet e tyre me prioritet. Unë po pezom që unë vin nga PEA. Unë kam informata direkte nga kryetari i PEA-s. 4 vjetë së në këta në qeveri. Çdo vjetë kryetari ja ka paraqit spakut ka 3 projekte me prioritet që kishin me zhvillu komunën e PEA-s dhe kishin me përfitu drejt për drejt se cili qytetari PEA-s. Asë edhe një prej atyre projekte që ja ka paraqit kryetari i PEA-s nuk e kanë marrë. Deklarat publike ke të mërshme, tha kelmend me mend ose mua gjerë me shërë. Ne nuk na duhet si qeveri të cilat leqë nuk t'i zgjidhin problemet, po këta edhe nxisin probleme, krijojnë probleme. Unë tashme që e hape këtë deklarat, se s'ka të bëj kur gja me financa, po jo, po, nëse ti si ka për projektet, qytetin e PEA-s 3 si ka për krahë, ajo të ofendonë, vëlla. Qytetin e PEA-s 3 ditë kanë nxit debat për qars, kelmend edhe muhaxher, edhe e mbjamra tjera. Domethënë qytetarët tash kanë hyrë për plasën për shkak të deklaratës së tij. Ky vend që më ardh atje, edhe me qenë për afrus i njerëzve, mi dëgju hallet, edhe kryetarit edhe qytetarëve, me ofru zgjidhje. Po jo, më këta bojnë pengesa. Ne kemi për shembull në PEA është një rrugë vitale që e lidh rrugën kryesore PEA-Prishtinë me tranzitin, është tranzit që e lidh me rrugën PEA-Deçan Xhakov. Kjo rrugë është mjerim. Edhe krejt njerëz që përdorin atë rrugë, domethënë e drejtojnë gishin nga kryetari Gazmend Muhaxheri, mendojnë se është përgjegjësi e tina me rregullu këtë rrugë. Po, këtë është qëllimisht, nuk e rregullon këtë rrugë. Albin Kurti edhe Ministria e tina vetëm me dëmtu Gazmend Muhaxherin në zgjedhje lokale. Ne kemi PEA ka asetin kryesor zhvillimit dhe ka bjeshtë rrugovës. Gazmend Muhaxheri krejt 15 fshatat e rrugovës i ka rregullu me asfalt të ri, me infrastrukturë dhe me ndriçime edhe me rrymë energji elektrike krejt të rikonstruktume. Pra është kujdes për 15 fshatat e rrugovës. Qëllimisht nuk vjen qeveria me rregullu rrugën kryesore që është M9-shi, që i takon qeverisë, sepse ti për me mbrite ato 15 fshatra, do të me kalu këtë rrugën e qeverisë, që është përgjegjësia e qeverisë me mbritje atje sipër. Çdo njeri që vjen kalon në atë rrugë, kur e sheh, më thonë, ja si e kalon Gazmend Muhaxheri rrugën. Po dhe, se kjo është ajo që po thot publikisht, votom një mund ndoshim jo rregullu. Po tash Po tash këtu na bëjmë kërkesë të qytetarët, me kuptu këtë lojë me hile që bën qeveria, edhe më thonë qytetarëve, ne nuk na duhet me udhëheq shtetin njerëz që punojnë me hile, edhe me diskriminime, po duhen njerëz të cilët bashkëpunojnë, koordinohen me të gjithë aktorët, ndash në komuna, ndash në agjenci, ndash me qytetarët, edhe i zgjedhin problemet më të rëndësishme, më vitale që është për ta edhe për komunat. Një çështje më fal, një çështje visartë në shtat si temë fundit, janë ademi përmendni pak sankcionet. Do të thonë kemi një paralajmërim për BE-s të ktheni pushtetin lokal në veri që është kthy me zgjedhjet e fundit. Jo ktheni. Bëne atë që ti e ke pranu. Po, ty si kryeministër, nuk do thonë e ka pranu LDK, PDK, SAK. Zbatoj e marrëveshje. Zotri kryeministër atë që e ka nënshkru. E ka nënshkru që komunat ku janë, ku fitojnë sërb, do t'i implementojnë. Po se ka fitu me votë. Ka fitu me votë. Tani, na i kemi hup një 3 vjetë, tu marrë me këtë çështje, me shlirimin me 2 urat. Me veriut, në soken miliona euro të humne, tash mas 4 vjetëve, na i keni hup që ato, krejmë japet që aty, kuj mi konë para 4 vjetëve.
Ama ka një dallim se për ndërprej. Ky i ndonë Sërbi mirë edhe Sërbi keq. Nëmërë këj ndonë edhe Kosovarë, edhe shqiptarë. Jo, po në fund është krenar që e shliroj Mitrovica. Po, Visat. Gjone, veriu është temë delikate. Dhe nuk i takon vetëm një partije me marrë me veriun, po i takon gjithë spektrit politik dhe populatës në përgjithësi. Jo më uqu me dhonë mendime polarizuse, por ne e dim që ka ndodhë me sulme terroriste në Banjsk, e dim qëfar interesa shka Serbia për destabilizim të Kosovës, të e përdorë pjesën veriore atje. Dhe këtu mendoj që një mundësi e humbur ka qenë një unifikim i faktorit shqiptar, ka shi dialogut me Serbin, i cili nuk ka ndodhë si faktor i përbashkum, por se cili në momentet kur ka qenë në qeveri, ka zhvillu bisedime kështu me radhë, mendoj që ka qenë një hap jo i drejt në raport me tarmen e asaj zone. Dhe për veriun, unë mendoj që integrimi veriut është dhe mund bëhet vetëm në formën e investimeve dhe zhvillimit ekonomik. Pra, aty ku ka punë, ku ka zhvillim, ku punojnë bashk gjitha nacionalitetet, aty ka dhe mundësi të bashkëjetesës. Dhe sot, unë besoj që edhe ju keni udhëtu në atë pjesë, e shini që ajo pjesë ka mbet shumë rapa. Pra, dalohet, sikur me prej me thik me këtë pjesën tjetër, për shkak se s'ka ndodhur zhvillimi atje. Dhe unë mendoj që nëse orientohemi strategjikisht. E sankcionet, Visat, që mi po sankcionet? Dëgjom, sankcionet i ka pru këtë që është sot pushtet dhe ato do të me i luftu për me i hek. Po ju e dini që këtë ka kërku pastaj edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, këqyrni se bojme bashkët i hekim sankcionet. Sankcionet i ki pru ti tash dosh me bajt, qatë barë, qatë pesh. Edhe këtu ka manipulu këtë qeveri për shamu të sankcionet. Që këta po i thojnë popullin falë, Visar, sankcionet ka nërë sepse ne kena vendosë rëndë dhe regull atje. E nuk ka nërë pse ke vendosë rëndë dhe regull. Sankcionet ka nërë sepse ti nuk je koordinu me ta. Ata kanë kërku bashkëpunim edhe koordinim. Po vendosim rëndë dhe regull. Aktive Europian më të dëshku ty nëse te ke zbatu ligjin. Rëndë dhe regull duesh me vendosë, edhe në veri, edhe në jo. Po, absolutisht. Ishtë mënyra si e vjen ata. Mënyra, do me thonë, unë mendoj që qeverisjen e se cilë zonë, të i përfshi edhe pjesën veriore, e përcakton vota e qytetarëve të asaj zonë. Dhe nuk mund është me imponu një vullnet ndryshe prej atyre që e kanë ajo populatash. Për fatin e Kosovës, ajo pjesë e Kosovës, banohet me Sërbë dhe Sërbët atje vendosin kush duhet me ju heq ata. Edhe vendosin, në zjerët e fundit u po. Po kanë vendosë sepse ka qenë e pritshme. Sankcionet, unë ju them një gjatë, në Lidhjen Demokratike të Kosovës, kanë ardhur ambasador dhe kanë kërkuar nga LDK-ja për me lobu për heqjen e sankcioneve ndaj Kosovës. Të kush me lobu? Të partnerët të cilët i ka Lidhja Demokratike të Kosovës. Po, mendova mrena këtu tek. Jo, po me indimu qeverisë. Ndëgjom, një qeveri e cila nuk pranon asnjë lloj bashkëpunimi përkundrazi e polarizon skenën politike në vend, e dim prej natës zgjedhjeve, fushata e fundit, polarizimi dhe ataqet e një pasnjëshme, sulmet të cilës ja ka bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës, ky kryeministër me partinë e tij, na kanë pru neve me qenë konsistent në refuzimet e një pasnjëshme që i kemë bërë për bashkëqeverisje. Dhe kur nuk ke bashkëqeveri, po mënej kur nuk ke mundësi të bashkëpunimit, nuk ke edhe si t'i ndihmosh për me i heq sanksionet, sepse sanksionet e kanë një adresë. Adresa është kryeministri i Kosovës. Ata nuk kanë asgjë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, as me popullin e Kosovës. Por po e dëmtojnë Kosovën sepse janë miliona, qindra miliona euro të cilat nuk po mundem me i shfrytëzu si pasojë e këtyre sanksioneve që i ka kjo Republike e jonë. Po, edhe tjetra është se pasha Ademi po do me fond. Na i kemi hub fondet e IPA 2, IPA 3, të cilat janë në 600 milion që po i përmani Ademi. Por ne jemi duke i humbur edhe 880 milion të planit të rritjes, të cilat s'kanë të bojnë tash me sanksionet, po kanë të bojnë me konstituimin e kuvendit. Sepse ato marrëveshje për mi marrë ato fonde, ato marrëveshje do të më ratifiku në parlament edhe me 2/3 e votave. Në tash ne i kemi edhe 880 milion shtetet tjera, Shqipnia, Malizi, Macedonia, Serbia, i kanë marrë 2 këstet, se ato japen me këste. Domethënë shtetet e Ballkanit i kanë marrë nga 2 këste, Kosova ende s'ka nënshkruar kontratë për mi marrë 880 milion, e jo për shkak të sanksioneve në veri. Ka të bëjë vetëm se nuk kemi një parlament funksionar
ku ka komisione dhe ku mundet më votu me 2/3 me mi ratifikuat atë marrëveshje. Deshta të ndalëm në ndarjet sociale që i ka bo, do ta ditë qytetari që në buxhetin e 2026 apo ndihmat e tij të babadimrit në fund vitit nuk janë koeficienti pagave, nuk është para po një rritje e pagave për institucionet shtetërore apo koeficienti, minatorët e trepçës nuk janë, personat më të kufizuar nuk janë, pensionet kontributdhënëse nuk janë përfshin, pensionet e FSK-s, familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, familjet e bagjetura, personat e verbër, veteranët dhe institucionet shkencore nuk janë përfshin as me 50 euro, as me 100 euro, as me as një ndihmë. Dhe nuk është në projektin e 2026 as sigurimi shëndetësor, nuk besoni që e keni dëgju sigurimin shëndetësor, nuk është as implementimi i ligjit të punës që ndihmon që bara e pagesës pushimit leonis të femrat ta merr bazë ta merr shteti për një vit dhe çerdhët të bën për 4 vite falas, as kjo nuk është, nuk janë as investimet kapitale në komuna duke u përfshirë mbi investimet kapitale për komuna për kokë banore, nuk është as kjo ndarje reciproke dhe ndarjet buxhetore për ndërmarrjet publike edhe nuk përfshihet as pagat e RTK-s as pagat e ndihmës. Unë dua ta shfrytëzoj rastin të Veç paga 13. Hiç. As paga 13, është për 2026 nëse këta e bojnë, nëse këta se kanë bo, se këta na kanë shkatru. A u do, kjo është veç premtim se edhe vetë e di që nuk bëhet, se nuk ka buxhet. Po aja që është mëse alarmante është që duat solidarizohem edhe në rast besoj që unë përfshihesh edhe te me punëtorët e RTK-s që sot janë pa paga dhe sot janë ata mbajtës të familjes dhe sot kërkojnë diçka që ligji punës ja parashe të paguhet për punën e bërë. Dhe kjo pi bje që sot me këtë qeveri institucioni shtetëror është shkelci më i madh të drejtave të punëtorëve. Gjithmonë në këtë vende të botës dyshohet për sektorin privat, për herë të parë në një vend që synon Evropën, shkelen drejtat e punëtorëve më shumë në sektorin shtetëror se sa në sektorin privat. Dhe sot ju them, punëtorëve të RTK-s, kërkoni sepse janë 3 fajtor. Është Ministri i Ekonomisë dhe njohësi i çështjeve kushtetuese Zotri Murati, është ish kryeministri dhe deputeti Albin Kurti dhe është zgjedhja e ministres kryetarës të kuvendit Zonja Axhio për 55 herë. Aty janë pagat, aty janë dështimet, aty janë pagat që nuk do t'i marrin as në këtë muaj. Adem faleminderit, Visar, faleminderit shumë. Faleminderit pro balitazhi është ndilën të shohim këto 100 euro a kanë ndiku, nuk besoj që kanë ndiku ose mund ndikojnë me i ble, sepse kjo është pja vetit edhe një drejt e turpshme me këshirë me ble vota me ka 100 euro pe i studentëve dhe pe i tjerë. Faleminderit të njerë që ishtë sonte me mua. Shikues në duar ka që kishim për sonte, pas pak me Pressing dhe Leonar Koçuku. Ndjerë javë nashme, një në beqë.